kemi arritur të grumbullojmë rreth 80 ton vjetër. 80 ton vjetër prej 180 ton në sa ka kapacitet për me grumbullu kjo pi grumbulluese. Edhe që kapaciteti i fermerëve është më i madh ndoshta për me prodhu. Tash të besoj se me ndërhyrjen që kemi bërë ndaj kushteve klimatike, si hjezimi i pemishteve, modernizimi i pemishteve, modernizimi i sistemit të ujitjes, i plerimit, shpresoj që do të rritet rendimenti afërsisht për 30%. 30% më shumë se sa që është sot. Po për krejt ata që dojnë me sjell në përpika grumbulluese, realisht nuk është që nuk ka në për Kosovë. Edhe pse ndoshta shumë zhvesh të larg, do një sa kërkova në klin, thash pse nuk ka një pikë grumbulluese në klin, sepse mjetra e kanë një veçanti zakonisht e vjetë çdo mëngjes, çdo mbrëmje, edhe është shumë i butë si frutë edhe kërkojnë që pika grumbulluese më kanë shumë ofër që me njëherë mos me humbull në mas, me njëherë me grumbullu. Mirë po nëse flasim domethënë për trekun, ata që dojnë me gjetë trekun vet, realisht ka trek për mjedra? Faktikisht në vendin tonë veç janë duke vetësuar edhe konsumatorët, qytetarët, kërkesa është këtë vit mjaft e lartë nga brenda vendit, por tregu i Evropës faktikisht e përbin gjithë tregun e vjetës. Ka kërkesa është e madhe, fruti kërkohet. Momentalisht me çfarë çmimi e gjen kilogramin e mjedrës në Kosovë edhe me çfarë po shitet në Evropë? Faktikisht ne ende nuk kemi bërë asnjë shitje, jemi në fillimin e sezonës, ende edhe çmim s'kemi qitë